Investojmë në ndërtimin e rrugës së Prishtinë-Durrës, ndërsa është parapar edhe porti, thotë ndërtohet edhe rruga apo qysh më herët është quajtur autostrada e Dugaxhinit. Lëvizjet vendosin mandatin e parë qeverisës e ka bërë gjithë përpjekjen e saj për të vendosur standardizim në infrastrukturë dhe për të sjellë sistem në menaxhim të infrastrukturës në vend. Mandati i dytë do të jetë mandat i kapërcimit në dimension tjetër të infrastrukturës, sepse në Kosovë kur flasim për infrastrukturë flitet vetëm për asfalt. Ndërkohë që të kemi zhvillim qëndrueshëm në Kosovë, duhet investime në infrastrukturë edhe në drejtime tjera, pra në hekurudh, në rezervoarët e ujrave, përfundim të rrugëve e kështu me radhë. Në mandatin e ardhshëm qeverisës, ne me qenë se kemi përfunduar studimin e fizibilitetit dhe projektin preliminar, do të investojmë në ndërtimin e rrugës së Prishtinë-Durrës, në ndërtimin e rrugës Prishtinë-Pej dhe asaj Klin-Prizren. Mandej, sigurisht që në kuadër kësaj është parapar edhe porti i thatë, i cili do ta shndrojë Kosovën në qendër të shpërndarjes rajonale të maldrave dhe sigurisht do të ketë impakt të madh në ekonominë e vendit. Për sa i përket pjesës rrugëve, në mandatin e ardhshëm do të përfundojnë të gjitha rrugët rajonale të cilat janë në ndërtim e sipër. Pra do të përfundoj rruga për Pej, pra Kiev-Zahaç, do të kryhet rruga Prizren-Teto, do të përfundoj autostrada e Gjilanit, pra Prishtinë-Gjilan, Gjilan-Konçul, do të përfundoj deri në Mitrovic rruga, pra Prishtinë-Mitrovic, do të kryhet ajo e Podujeves, do të ndërtojmë edhe rrugën Deçan-Plavë, me qenë se në mandatin e parë kemi bërë marrëveshje për 3 rrugë që lidhin Kosovën me malin e Zi, siç edhe një rrugë ndërkufitare me Shqipërinë, tashmë veç ka mbaruar pjesa më e madhe e tyne, dhe në mandatin e ardhshëm do të ndërtohet edhe rruga apo qysh më herët është quajtur autostrada e Dugaxhinit. Me qenë se jemi edhe me kohën, po themi, në emision shkurt, unë do të isha këty në fakt pak mrapa. Ne kemi trashëguar një institucion, pra që është Ministria e Infrastrukturës dhe Mjedisit, me shumë obligime, në mbi 184 milion euro borxhe në shpronësime,